Të dashur miq të emisionit prive, erdhi kështu edhe pjesa e fundit apo të patënat e kësaj jave, mirë po jo pa e falendëruar edhe miq tan. Sponsorin ton Vala Forgji. Gjithashtu ju falenderoj juve sepse jeni ju ata që na bëni të jemi edhe tash tutje emisionin numër 1 i showbizit në vend. Mos harroni të jeni të kyçur me ne edhe përmes faqes tonë në Facebook me Prive Klan Kosova, duke përfshirë këtu edhe kanalin tonë zyrtar në YouTube, si dhe portalin prive.al. E tani në vazhdim, ju ftoj të ndiqni bashkë të patënat e kësaj jave. Tashmë është i pa diskutueshëm suksesi i këngëtares Eraj Strefi jashtë kufive. Thuaj se për ditë ajo po mbush me lajme faqet roz dhe jo vetëm të shqiptarëve, por edhe ato ndërkombëtare. Ditë më parë, u mor vesh se Era ka bashkëpunuar me këngëtaren me famë botërore Sia, e cila ka punuar në tekst dhe vi melodike të njërit nga projektet e ardhshme të Erës. Madje me datë 17 të këtij muaji, këngëtarja Eraj Strefi do të udhtoj për në Los Angeles, ku edhe do të qëndroj afro 2 javë. Atje do të punoj disa këngë të reja e gjithashtu do të realizoj edhe photoshoot. Përveç angazhimeve të lartë përmendura, sipas burimeve të emisionit prive, ka gjasa që Era të realizoj edhe një videoklip atje. Kryuesja e hitit Bonbon ka marrë një ofertë bashkëpunimi nga Post Malone, por që menaxhmenti i këngëtares kosovare ende nuk kanë vendosur përfundimisht nëse do ta pranojnë këtë ofertë. Tea Belegu është një ndër vajzat e Prishtinës e cila gjithmonë është marrë me art. Shkrimi dhe fotografia kanë qenë pasionet e saj që së fundmi kësaj liste i është shtuar edhe moda. Ajo madje ka krijuar edhe një blog për t'u lehtësuar përditshmërinë femrave në përzgjedhjen e garderobës. Në blogun e saj teabelegu.com, i cili shërben edhe si revistë online, ju do të njoftoheni me stile të ndryshme veshjesh, nga ato shumë femrore e deri te unisex dhe nga një stil i thjeshtë deri te ai i sofistikuar. Andaj në blogun e saj, i cili është e jetë universal, mund ta gjej vetëm pothuajse secila femër. Përmes www.teabelegu.com, blogerja prishtinase ka dashur që të jetë frymëzim për vajzat e tjera të cilat përmes një veshje ideale paraqesin personalitetin e tyre. Tea është e jetë përzgjedhëse në bashkëpunimet e saj, derisa ka arritur të realizojë bashkëpunimin e parë me brendin e kozmetikës botërore Lancome. Me datë 21, 22 dhe 23 korrik në parkun e Gërmis gjatë ditës do të mbajnë aktivitete të ndryshme të artit, teknologjisë dhe promovimin e muzikës. Të gjitha këto organizohen nga Festivali i Artit, Muzikës dhe Teknologjisë Prishtina Plus Festival, Product i Next Level dhe Unit Live. Atmosfera nuk do të mungoj as në mbrëmje, me çfarë do të zhvillohen koncerte ku do të performojnë artistë të ndryshëm botëror vendor. Disa prej tyre janë Bushido, Joris Vorn, MC Kresha, Lyrical Son, Elinel, Dalol, Sab, Alexan, Polyester, Jericho, Troja, Drana Bazi e të tjerë. Ky festival në të kaluarën është njohur si Festivali Yt, derisa këtë vit rikthehet me emër tjetër, i ribrenduar tërësisht dhe në një format multidimensional. Këngëtarja Bleta Brovina sapo ka lansuar këngën e saj të dytë. Sa nice duket se është mirëpritur nga publiku të cilët nuk e kanë kursyer këtë projekt të këngëtares për ta klikuar. Me muzikë nga DS Production, teksti nga Dyton dhe videoklip nga Intermedia, Sa nice e sjell këngëtaren e re nga Ferizai në një formë të shkëlqyer. Kujtojmë se projekti i saj i parë ishte kënga Harro, me të cilën debutoi në treg me 20 mars të këtij viti. Bleta duket të jetë një këngëtare e cila premton shumë. Pas një pauze 2 vjeçare, Faraoni G i është rikthyer sërish skenës muzikore shqiptare. Rikthimin këngëtari nuk e bëri me projekt solo, por bashkëpunim për të cilin zgjodhi Castro Zizon. Dyshja gjatë javës që volën pas publikuan projektin e tyre të fundit të titulluar Jepma Jepma. Ky produkt e risjell në skenë të njëjtin Faraon pa ndonjë ndryshim. Edhe në tekstin e kësaj kënge përfshin parodi e gjithashtu përdoren edhe shprehje nga përditshmëria e shqiptarëve. Timo nuk je, ishte projekti i fundit të cilin Neki Emra e solli 4 muaj më parë. Kjo këngë është po ashtu balada e fundit për këtë vit, pasi që Neki e ka parashikuar me më shumë ritëm 2016-ën.
Këngëtari Emra, ka fundi javës së ardhshme, pritet të publikojë produktin e tij të ri Jeta Jem në stilin dance, me tekst nga Mithat Sadiku, kompozim nga Florent Boshnjaku dhe xhirimet e videoklipit nga Asha. Ky produkt e sjell Nekin në një stil të ri dhe shumë ndryshe nga që jemi mësuar ta shohim. Ka shumë vite që është në treg, madje ka dëshmuar edhe profesionalizmin e saj, lirisht mund të thuhet se është e para. Make-up artistja Selma Kasimovic gjithmonë përcjell trendet e fundit sa i përket kozmetikës. Kohën e fundit ajo ka bashkëpunuar me artistë ndryshëm ndërkombëtar, e një ndër ta është Huda Beauty, produktet e së cilës tashmë gjenden në studion Selma. Mirë po nuk është kjo e gjitha. Nga tani në sallonin e saj mund të gjeni edhe një produkt vendor i cili si logo ka emrin e saj. Make-up artistja ka nxjerrë në treg buskuç të stilit mat, megjithse 4 nuanca, të cilat përveç se qëndrojnë 24 orë, ato janë rezistente edhe ndaj ujit. Nuk është ky produkt i vetëm i markës Selma, ajo tashmë ka filluar të prodhojë edhe çerpik nën logon e saj. Fillimisht lipstikët dhe çerpikët Selma mund t'i gjeni në studion e saj në Prishtinë, e më pas ato do të keni mundësi t'i porositni edhe online.